Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në këtë serial një mesazh. Të nderuar vëllezër, besimtari duhet që vazhdimisht ta shtojë besimin e tij dhe imanin e tij në Allahun subhanahu wa taala. Ky muaj është muaj në të cilin besimtari mundet me veprat e tij të lehtësohen, të cilat ndoshta më herët i ka pas më të vështira. Andaj falë namazin tan me xhamat në xhami. Për arsye si ky muaj të lehtëson Allahu subhanahu wa taala se shejtani është i prangosur dhe veprat të cilat ai të cyt dhe të bën vezvese nuk janë ndoshta aq në nivel të lartë saqë ti të largohesh nga Allahu subhanahu wa taala. Përkundrazi, ti e ke një armik më pak. Dyert e xhenemit janë të mbyllura, shejtani i prangosur, ndërsa ti mundesh të bësh vepra më të mira. Ndër veprat e mira të cilat mund t'i bësh në këtë muaj është falja e namazit në xhami. Për të cilën pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha që kush e fal namazin e tij me xhamat në xhami, namazi i tij është më i vlefshëm 20 e diçka shkallë me një transmetim 27 derexhe apo vlerë më të madhe ka namazi me xhamat. Andaj me një hadith tjetër tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nuk ka namaz komshiu i xhamisë përveç se në xhami. Andaj, o i nderuar i vëlla, ti i cili je besimtar, mundohu që namazet në këtë muaj mos i neglizhosh dhe mos të largosh nga xhamia. Për arsye se shejtani i mallkuar mundohet të largojë nga xhamia, aty ku bashkohen safet, ku shikohen vëllezrit, ku njeriu mundet ta ndihmojë të tjetrin apo të ndihmohet ai vetë nga dikush tjetër. Andaj, namazi me xhamat në këtë muaj është shumë më rëndësi, për arsye se veprat në ta shumë fishohen e namazi atëherë i yti mos jese pengesë, haja, pija, shoqëria, ti të largosh nga namazi me xhamat. Andaj, nëse dëshiron që ta kesh zakon që namazin ta falish vazhdimisht me xhamat, ky është muaji në të cilin ti do ta falish. A don të pastron mëkatet tua? Ky është muaji në të cilin namazi yt të largon nga të këqijat, të pastron nga veprat e tua të liga, lut Zotin e Madh që Allah të na bëjë të kujdesshëm në namazet tona t'i falim në xhami me xhamat. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.